الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet una dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Falëndërojmë Allahun Azza wa Jall, i cili e bëri agjërimin shtyllë për shtyllave të Islamit. Dhe e falëndërojmë Allahun Azza wa Jall, i cili e bëri agjërimin ndërmjetësues për agjërusin në ditën e ringjalljes. Ndërsa salavatet dhe selamet e una dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, thot Allahu i lartëmadhëruar në Kur'an: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fabidhalika falyafrahu dhalika khayrun mimma yajma'un", që do të thotë, thuaj vetëm mirësisë e Allahut dhe mëshirës së tij, asaj le të gëzohen besimtarët, dhe kjo është më e mirë se sa ajo që ata grumbullojnë. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet po i urdhnon besimtarët që me ju gëzue mirësisë e Allahut. E mirësia e Allahut, vëllezër të nderuar, është ky muaj i bekuar. Mirësia e Allahut është agjërimi të cilin jemi duke agjëruar. Mirësia e Allahut është Kur'ani që Allahu Azza wa Jalla ka zbrit, dhe mirësia e Allahut është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të cilin është dërguar me këtë Islam, dhe mirësia e Allahut është ky Islam i cili na ka ndëruar Allahu subhanahu wa ta'ala me të. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala po thot, dhe mëshirës e tij, dhe ne me mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala jemi udhëzuar, dhe me mëshirën e Allahut Azza wa Jall e falmi namazin, dhe me mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala e kena mësuar rrugën e imanit dhe rrugën e xhenetit dhe rrugën e cila në shpijen e lumturinë e përhershme, së bashku me pejgambert Allahu mu dhe juve në mundsoft. Prandaj, nga kjo ajet kuranor, vëllezër të nderuar, mësojnë se gëzimi është dy lloje: mu gëzue me mirësinë dhe rahmetin e Allahut, Allahu na bë prej tyre, dhe mu gëzue me të kotën, Allahu na ruajt. Pra ka njerëzi dhe ka kategori njerëzi të cilët gëzohen me veprat e shëmtuara, gëzohen me veprat të ndaluara, gëzohen me veprat të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala i urrejn. Mirë po, besimtari dallon gjendja e tij dhe ndryshon situata e tij. Besimtari gëzohet me atë që e gëzon Allahun subhanahu wa ta'ala. E si mos të gëzohemi, vëllezër të nderuar, edhe si të gjejmë fjalë me përshkrua këtë gëzim dhe këtë muaj dhe këtë musafir të Allahut Azza wa Jall, kur dihet që shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët radiallahu anhum, e lutnin Allahun Azza wa Jall 6 muaj radhazi që Allahu subhanahu wa ta'ala tua mundëson të atyre që ta arrinin këtë muaj të bekuar, ndërsa pastaj gjithashtu e lutnin Allahun Azza wa Jall 6 muaj të tjerë që Allahu subhanahu wa ta'ala
tu pranon të atyre këtë muaj, për arsye se ky muaj është muaj i madh dhe është begati e madhe dhe kështu ata e kuptuan dhe kështu i tër viti për ta ishte lidhja e tyre me këtë muaj dhe lidhja e tyre me agjërimin këtë ibadet të dashur të Allahut subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të nderuar, si mos të gëzohemi me këtë agjërim që jemi duke kaluar, kur ky agjërim të lartëson e grada tek Allahu azza wa jall. Thot Allahu në Kur'an: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighayri hisab." Me të vërtetë thot, sabërlive do i shpërblejnë pa hesab dhe do ja japun shpërblimin pa hesab dhe pa llogarie. Kanë thonë dietarët në komentin e këtij ajetit, sabërlit në këtë ajet janë për qëllim agjëruesit, ata që kanë agjëruar për Allahun azza wa jall. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dhe Zoti yt është ai i cili krijon çfarë të doj dhe përzgjedh këtë doj. Dhe Allahu i lartësuar e përzgjedh këtë muaj në mesin e të gjithë muajve tjerë. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka bërë disa përzgjedhjen këtë gjithësie. E ka zgjedh apo e ka përzgjedh vendin më të mirë në tokë, Qaben, Mekën e bekuar. Pastaj e ka zgjedh Medinën e ndritshme dhe e ka përzgjedh Kudsin, Palestinën. Pra këto tri vende Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përzgjedh. Ndërsa prej muajve Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përzgjedh muajin e shejtë të Ramazanit dhe në mesin e këtij muaji e ka zgjedh Allahu azza wa jall fundin e tij 10 nëntshin dhe në mesin e 10 nëntshit e ka zgjedh Allahu natën e Kadrit. Gjithashtu Allahu azza wa jall ka zgjedh nga njerëzit pejgamberët dhe në mesin e pejgamberëve i ka përzgjedh vetëm disa prej tyre të përmend Kur'an dhe në mesin e këtyre disave 5 prej tyre i ka quajtur ulul azmi, pejgamberët vullnet fort që kanë qenë më të mëdhenj dhe prej këtyre 5 pejgamberëve i ka përzgjedh 2, Ibrahimin dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe prej këtyre 2-ve e ka zgjedh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa prej librave Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbrit libra dhe fletushka tek pejgamberët. Mirë po 4 prej tyre i ka përmend Kur'an, Tevratin, Zeburin, Injilin dhe Kur'anin, dhe në mesin e këtyre 4-ve Allah e përzgjedhi Kur'anin, e përzgjedhi këtë libër i cili filloi të shpallej në këtë muaj të bekuar, e për cilin Allahu azza wa jall tha: "Huden linnas", është udhërrëfyes për njerëzit, udhërrëfyes që ta tregon rrugën e cila të shpijen e xhenetit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allahu azza wa jall për këtë muaj që e përzgjedhi tha: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Ai i cili prej jush e prezanton këtë muaj, pra është gjallë, atëherë le ta agjeron atë, me kur që mos të jetë i semur dhe mos të jetë udhëtar. Prandaj, si duhet të agjerojmë këtë muaj, vëllezër të nderuar, ndëgjoni çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Thot ai që agjeron Ramazanin këtë muaj me iman, besim në Allahun dhe duke llogarit, duke shpresuar shpërblim në Allahun, atëherë i falen të gjitha mëkatet e kaluara. Çfarë do të thonë ai i cili agjeron Ramazanin me iman, pra duke qenë i bindur në atë se Allahu e ka bërë obligim dhe jo dikush tjetër pas Allahut subhanahu wa ta'ala. Kështu është imani i tij. Jo e kum gjetë babë babgjysh të agjeru, po agjeroj edhe unë. Jo po më vjen morë se po agjerojnë gjithë, po agjeroj edhe unë. Mirë po duke qenë i bindur se Allahu e ka obliguar dhe duke llogaritë se për këtë agjerim Allahu azza wa jall ka me të shpërblyer ditën e gjykimit. Pra duke shpresu në shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, se Allahu ka me realizu premtimin e vet dhe ka me na shpërbly për këto ditë që i kalojnë në agjerim. Atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala t'i falë gjunohet e kaluara
Dhe gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qama ramadane imanan wa ihtisaban. I njëjti hadith vllazni vetëm ka ndryshuar një fjalë, dhe ta i cili ka lënë Ramazanin duke u falur. Thot me besim në Allahun, bindjen në Allahun dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atëherë i falen të gjitha mëkatet e kaluara. Pra nëse e ka agjeru hadithi i parë dhe nëse je fal hadithi i dytë, ashtu pro qysh e agjerën ditën e Ramazanit, mundohu që edhe namazin e taravive mos me lën. Mundohu që edhe këtë namaz ti me prezentue. Ashtu që se prezentuve ditën dhe agjerove, atër qëndra edhe natën duke i kry namazin e taravive. Dhe mundohu mos me tik namazin taravive. Nga se pejgamberi alayhis salam thot ai që falet. Pra ka ardhur në vazhdimësie në Ramazan, pra në netët e Ramazanit, atëherë edhe arrihet ky shpërblim i madh tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të nderuar, ky muaj i bekuar, ky muaj i zgjedhur, ky muaj i mirësive, ky muaj i faljes dhe i lirimin nga zjarri i xhehenemit, padyshim që fillon me hanën të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ja vendosi pozicionin e saj në gjithësi. Një mësim shumë i rëndësishëm që kanë thënë dietarët, sepse Ramazani fillon me hanë dhe mbaron me hanë, është aja që duhet me kuptu besimtarin tokë. E çka është aja? Thot nëse hana koka në nështrim ndaj Allahut, kjo krijes gjigande, atëherë une që gjatësia ime nuk arrin as 2 metra, ku jam unë në krahasim me hanën? Prandaj edhe unë duhet të jemi në nështruar ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu azza wa jall për këtë muaj thot wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Thot hani dhe pini derisa dallohet peni i bardh nga peni i zi. Pra deri në kohën e sabahit, deri në kohën e zonit, ajet i qartë. Dhe pastaj thot Allahu, thumma atimmu siyama ila al-layl. Pastaj vazhdon e agjerimin deri në perëndimin e diellit. Pra ky ajet kuranor na mëson gjithashtu një mësim shumë të rëndësishëm, se do të ruash këtë kohë. Pra mos të hangsh pas përfundimit të syfyrit, po as mos qelsh iftar para perëndimit diellit. Dhe nëse kjo kohë do të muru, atëherë dhe ymrin që ta ka vendosur Allahu, dhe ta ka caktuar Allahu sa më jetun ky dyja, qof 50, qof 60, qof 70, qof 80, do është ta ruajsh për Allahun azza wa jall. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, një mësim shumë të rëndësishëm që duhet ta marrim këtë Ramazan, është aja se ashtu që shumë duhet ta ruaj kohën e agjerimit, edhe agjerimin tim që mos ta prishi, njashtu unë duhet ta ruaj kohën e namazit, për cilin Allahu azza wa jall thot: "Hafidhu ala s-salawati was-salati al-wusta", ruajini kohët e namazit dhe në veçanti namazin e mesëm, e që është për qëllim namazi i kindis. Fa in khiftum fa rijalan aw rukbana, e nëse friksoheni nga armiku, ose nga egërsirat, ose nga zjarri i cili ju përndjek, ose nga banditat dhe kriminalet, atëherë çka me bë? Me la namazin kurse si, atëherë faluni hypur thot Allahu kalërs, ose duke vrapuar, ama kurse si me lan, hafidhu ala salawat, pra runi kohët e namazit, nga se namazi është shtylla këtij dinit dhe i vetmi obligim që është bërë obligim të qiell, drejt për drejt mes Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa kur farë ndërmjetësuesi, duke ndëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam zonin e Allahut subhanahu wa taala dhe duke ja obligue 5 kohët e namazit. Prandaj agjerimi me gjithë pozitën dhe vlerën që ka ky muaj është bërë obligim në tokë, ndërsa namazi është bërë obligim në qiell. Pra namazi është bërë obligim drejt për drejt, kurse agjerimi është bërë obligim me ndërmjetësues. Pra Allahu e dërgon Xhibrilin alayhis salam tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja mëson këtë muaj të bekuar dhe ja mëson këtë muaj të rahmetit dhe mëshirës.
Prandaj e lusë Allahun Azza wa Jall që ky muaj të jetë muaji i faljes, i rahmetit dhe i mëshirës për neve dhe të gjitha agjëruesit, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala na i liron qafat tona prej zjarrit të xhenemit. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Elhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala men la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, agjërimi dhe Kur'ani kanë me ndërmjetësu për robin e ditën e gjykimit. Pra në ditën e ringjalljes, në ditën e llahtashme, në ditën që s'kan përjetu njerëzit asë ditë kur me heret, e asë që do të përjetojnë ditë më të rëndë se sa ditë e gjykimit, do vjen agjërimi dhe do vjen Kur'ani dhe agjërimi do flet dhe do i thëtë Allahut ja Rabbi, o Zoti jam, e kam pengue nga haja dhe pija, shtu që më mundësa me ndërmjetësu për te, ndërsa Kur'ani do flet dhe do i thëtë Allahut Azza wa Jall, o Zoti jam, e kam penguar nga gjumi dhe nga dëshirat e ti, kështu që me ka lexuar mua, prandaj ma mundësa me ndërmjetësu për te. Pra këto dy adhurime, agjërimi dhe Kur'ani, ndërmjetësojnë për robin, ndërmjetësojnë për muslimanin në ditën e gjykimit. E ke medituar ndonjëherë vllai dashur, ditën që agjëron për hir të Allahut Azza wa Jall. Pra këtë ditë të cilën Allahu na obligoi, pra një ditë prej ditëve të Ramazanit. Ndëgjë se çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, men same yawman fi sabilillah, thot kush agjeron një ditë fi sabilillah, për hir të Allahut, këtu është për qëllim nafile, ba'ada Allahu wajhahu anin nari 70 kharifa, Allahu do ja largon fytyrën e tij prej zjarrit 70 vjeshta. Për 70 vjeshta larg, nëse e ke agjeru një ditë nafile, e ke agjeru një të hanë ose i tejte, ke agjeru një ditë bardh, ose i ke agjeru një ditë shevalit, pra e ke agjeru një ditë nafile, si kurse ditë Arafatit e kështu me radhë. Mirë po, a thue, sa është shpërblimi ati cili e ka agjeru e farzin, pra e ka agjeru një ditë prej ditëve të Ramazanit, që është farz dhe obligim, edhe e ka shpërblimin më të madh tek Allahu se sa ai i cili e ka agjerue një ditë prej ditëve nafile apo vullnetare. Gjithashtu, vëllezër të nderuar, ky muaj i bekuar duhet të na lidhë edhe më tepër me librin e Allahut Azza wa Jall, nga se libri i Allahut filloi të shpallej në këtë muaj, dhe jonja është të lidhemi me librin e Allahut subhanahu wa taala, me Kur'anin, dhe gjithherë ta kemi parasysh fjalën e Allahut Azza wa Jall ku thot wa ajiltu ilayka rabbi litarda, dhe unë nguta o Zoti im për të këtë, në mënyrë që ti jesh i kënaqur me mua, dhe në mënyrë që Allahu të jetë i kënaqur me neve. Atëherë patjetër ne duhet të punojmë me ajetin Kur'an ku Allahu thot inna Allaha la yughayyiru ma biqawm, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, nuk e ndryshon gjendjen e një njeriu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, derisa vetë ata nuk e ndryshojnë gjendjen e tyre. Prandaj jemi në muajin e ndryshimit dhe jemi në muajin në të cilën shejtanët janë prangos dhe janë lidh nga ana me legjve të Allahut Azza wa Jall. Nëse nuk ndryshojmë në këtë muaj, atëherë kur pritet të ndryshojmë? Prandaj është një shans shumë e rëndësishme dhe është një shans shumë e volitshme që ne duhet ta shfrytëzojmë këtë muaj, që të ndryshojmë me pendim dhe ndryshojmë për të mirë dhe ndryshojmë raportet tona me Allahun dhe lidhjet tona me Krijuesin në mënyrë që Allahu subhanahu wa taala të na mëshiron, të na falë dhe të na liron nga zjarri i xhenemit. E lusë Allahun që Allahu t'ja u ketë pranuar agjërimin e juve dhe agjërimin e secit musliman në rrezullin toksor. E lusë Allahun Azza wa Jall që ky muaj në të cilin kemi hyrë, na mundson Allahu Azza wa Jall me dal mirë, po më të mirë se sa që kemi hyrë në të dhe të liruar nga zjarri i xhenemit. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Yaqulu Allahu jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون